Pasioni individual për teknologjinë mund të bëhet edhe produkt i dobishëm për shoqërinë. Këtë e ka vënë në praktik Fatbarda Dollku Bajrami, e cila është një nga gratë që po e ndryshon peizazhin e teknologjisë në Kosovë. Fatbarda, mirë se erdhe në narracion. Mirë se u gjeta Zamira, faleminderit për ftesën. A mund të na tregoni pak për rrugtimin tuaj, nga qyteti i lindjes deri te studimet në Universitetin e Prishtinës dhe përfshirjen në teknologji? Po, edhe pse histori e gjatë, po mundohemi me përmbledh, ke studimet ose shkollimin para universitare kam përfundu në Vushtre, në vend lindjen time, në gjimnazin e Qrem Qabej, pastaj në universitet kam vazhdu në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Departamenti Kompjuterik. Sa i përket asaj orientimit në karrierë ose mënyra se si ka rrjedh krejt kjo, nuk është që e kemi pas paraprakisht, mirë po kam qenë gjithmonë e dashuruar pas shkencës, e kam dashur shumë matematikën gjithmonë, edhe ajo ideja të shkojmë dhe të studiojmë diçka që ka të bëjë me matematikën. Bile më kujtohet në atë kohë nana ime gjithmonë më këshillonte vajza jam kur të rritësh zgjedh një profesion që është më i lehtë, se herdo kur do kemë pas obligime të mëdha. Edhe vendosa unë inxhinierin kompjuterike një prej universiteteve më të vështira të mundshme, me shumë angazhim. Mirë po, fatmirësisht ja dola mbar me i përfundu studimet dhe njëkohësisht me arrit edhe pastaj me vazhdu rrugtimin drejt teknologjisë, që gjithçka pastaj ndodhi dhe pas përfundimit të studimeve, ku filloi ajo dashuria e madhe për teknologjinë, që vazhdon edhe sot, dëshira e madhe për të mësuar gjëra të reja, që vazhdon edhe sot, e kështu me radhë. Çfarë ju tërhoqi pikërisht drejt fushës së programimit? Në fakt, gjatë studimeve nuk është që e kemi pas atë njohurinë apo atë fokusin kryesor, sepse në atë kohë vetë kurrikula ka qenë më tepër e fokusuar tek lëndë, siç ka qenë bazat e elektroteknikës, matematikat, elektronika, sinjale dhe sisteme, të gjitha ata të cilët e dinë që kanë studiuar në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, e dinë sa vështirë ka qenë me arrit me i kalu ato lëndë për me u fokusu pastaj te pjesa e programimit. Në fakt, kemi pas fatin shumë që kemi qenë student të profesor Blerim Regjës, i cili vazhdon me jep kontribut në Universitetin e Prishtinës, edhe gjithmonë ka siguria në internet dhe cyber security në përgjithësi, kemi marrë hapat shumë të mirë nga profa Blerim. Edhe po ashtu edhe lëndë të tjera, edhe pse nuk kemi qenë në fokus 100%, po ajo pastaj është zhvillu pas përfundimit të studimeve. Në fakt, mu më ka rrjedh krejt dëshira kur kemi arrit që gjatë universitetit e kemi fitu një internship në Gjermani, ku kam qenë diku për 6 muaj në Robert Bosch në kompaninë gjermane, edhe aty pastaj kam punu diku 6 muaj rresh në departamentin softverik. Ka qenë shumë interesant për shkak se kam pas rastin të punoj me një projekt që ka qenë i inicuar prej një studenti në po të njëjtit universitet, që kanë qenë pak më herët se ne, edhe pastaj e kam vazhdu, e pata një problem, në atë ku e mbaj mend shumë mirë dhe nuk kisha shans me zgjedh vetë. Edhe takova, më thanë që duhesh ta takosh një të punësuar aty që është programer që i njeh të gjitha gjuhët programuese. Edhe isha shumë entuziazmuar me taku, e kisha me realizu një algoritëm për me i konvertu të gjitha dhënat ku punojsha në projekt për me i transferu në Microsoft Excel, që është tash programi, dhe nuk ja arrija do ta bëja vetë. Shkova e takova, po bisedoj me të, edhe mendja jam se tash çka ka me bo për me zgjedh këtë problem. Çka bëre aje, hapi Google-ën, edhe krejt atë problemin që e thash e shkryti në Google. Filloj me hap një forum tjetër, edhe bashkarisht e gjetëm algoritmin. Prej aty, mënyra se si e ka përdorur domethënë atëherë Google-ën,
do thot ka qenë ajo që mu më ka pasionu shumë edhe mënyra se si ka punu, aty kam arrit me kuptu shumë, me mësu shumë. Dhe prej ati momenti, muna me thonë që mu ka fillu me m'hyn gjak kjo dashuria madhe për me mësu diçka dhe mu përball me errorat të ndryshme. Si ndikoi përvoja në Robert Bosch në vendimin për të kthyer në Kosovë dhe për të kontribuar këtu? Po, në fakt ka qenë vështirë. Vetë fakti mënyra se si jemi shkollu, mënyra se si jemi rrit në kohën tonë. Nuk i kemi pas mundësitë si i kanë të rrit tash për me dalë, me shetit, për me pa vende të ndryshme. Edhe për mu ka qenë shumë vështirë si femër, si vajzë, diku 19 vjeçare kam qenë me shku në një vend të huj edhe e vetme. Me shku dhe me u taku me njerëz të ndryshëm. Normalisht kam qenë shumë e re dhe kisha atë frikën që tërkohën është më përcjell dikush ose krejt për shkak asaj që e kemi pas vështirë, nuk e kemi pas atë lirin që kanë tash sot ku në çdo herë i këshilloj vajzat, nxënësit, studentët që i kemi shfrytëzoni momentin sepse zhvilloheni në çdo udhtim, në çdo përvojë juve, shfrytëzoni çdo moment, mësoni çdo ditë. Edhe prandaj ka qenë bukur vështirë për mu me qenë atje vetme dhe kisha ka pak edhe probleme shëndetësore me tregu drejtën, sepse s'mësha me përballu gjithë tëra të ndryshim prej një rrethi ose prej një qyteti të vogël ku isha rrit, me kalu në një vend siç ka qenë Stuttgarti, edhe me vazhdu me punu, po më u përball me sfida të ndryshme që nuk isha taku ma herët, qoftë një hard map e metros e cila ishte me rrugë të ndryshme. Edhe thjesht ka qenë eksperiencë fillestare e vështirë, po që mua më ndihmoi shumë që të zhvillohem profesionalisht. Mirë po, vendosa me u kthy, isha në fund të studimeve, kisha në atë kohë Andreas Titse ka qenë projekt menaxheri dhe tha fatbardha kemi dëshirë mundesh me vazhdu edhe me studiu edhe me vazhdu internshipin këto. Po se di ajo largësia e madhe, lidhshmëria që e kisha me familjen, ishte moment shumë i vështirë dhe vendosa me u kthy. Thash po kthehem, po vazhdoj. E kisha diku edhe 2 provime me i përfundu universitetin edhe vazhdoj karrierën në Kosovë. Kthimi në fillim ka qenë bukur shumë depresiv edhe me sfida shumë të mëdha. Cilat ishin realitetet që ju befasuan më shumë kur u kthyet? Me thonë realiteti kur unë u ktheva, me thonë jo i mirë, ishte për shkak se nuk u prita mirë në Kosovë kur fillova me apliku në për institucione të ndryshme, në për kompani të ndryshme, për shkak që isha femër. Edhe në fakt e kisha një certifikat që kisha marrë me shumë meritë dhe shumë të mirë. Gjë që në Gjermani nëse shkon dhe provon me studiu diçka ose kalon një përvojë të punës, nuk ka shansa me ta lshu certifikatën nëse nuk e meriton, edhe me t'i shkru disa fjalë të mira nëse nuk i meriton. Dhe unë e kisha një certifikat super të mirë. Edhe fillova me apliku në për kompani të ndryshme këto vendore. Mirë po fatkeqësisht nuk u ndova e kënaqshme, për shkak se bile njëra prej intervistave që e pata pas në atë kohë nuk e harroj tërë jetën. Shkova, u takova me drejtorin, më tha, "Ok, çka ke përfundu inxhinierin kompjuterike? Kam tash një certifikat." As nuk i boni përshtypje certifikata, as studimet, as gjë fare. Nuk e di pse, ndoshta në atë kohë si femër, s'po di si me qujtë ata, po thjesht nuk e pata fatin me punu, do me thonë, me njëherë, me gjeta vetëm me ndonjë kompani të programimit. Në atë kohë pata punësu pastaj në një kompani e cila ka qenë kompani e marketingut, mirë po, do me thonë, pata punësu si IT administratore, ku e kishte punëvasin një website, edhe pastaj rrugtimi im ka vazhdu, ku 5 vite, 7 vite, ndështë me radhë kam qene angazhune
Pastaj kemi kalu, jemi rrit Spashku, ku kemi ndërtu website-a të ndryshme dhe ka fillu pastaj ajo dashuria ime në web development të zhvillu tutje, edhe pse drejtori i asaj kompanie nuk ka qenë i fushës së teknologjisë, po ka qenë pasionant pas teknologjisë dhe hynte me një website edhe a mundesh me realizu qëta për kompaninë tonë, unë po mendes pretsha, isha shumë entuziaste dhe kisha qef mu përballu me sfida të ndryshme. Edhe pastaj me një herë fusha në sistem, rregullojsha pa problem, ka qenë një rrugtim, dëshire madhe, po pastaj rrugtime, jeta, sfidat e ndryshme, të bërit nane, shumë të tjera, pastaj ndryshoj situata. Si lindi ideja që ajo përvoj të shndrohej në diçka konkrete si Innovation Academy? Si Innovation Academy, ideja ka qenë fillestare e bashkëshortit tim, Ensar Bajrami, do me thonë themeluesi Innovation Academy, sepse ajo është themeluesi vërtet, sepse kishte idenë që të bëjmë diçka të mirë për qytetin, vendlindjen tonë, edhe idenë të gjitha sfidat e shkollimit tim dhe shkollimit të përbashkët, sepse Ensari kishte të përfunduar universitetin e gjuhës angleze dhe të dytë së bashku diku 3 vite me radhë kemi diskutu këtë temë, apo bëjmë diçka të mirë, apo bëjmë diçka, apo avem diçka për qytetin tonë, për Vushtrrin, po kontribojmë pak, derisa unë u binda thash sepse mënyra e shkollimit si kemi qenë në atë kohë, nuk ka qenë sikur tash, ka qenë dhe ajo pjesa e vetbesimit për me marrë hapjen, për me hap diçka, për me bo diçka, u kon bukur e vështirë për me ja dalë. Edhe diku 3 vite kemi diskutu. Unë e disha dhe thash, unë e disha faktikisht që ka me qenë e vështirë dhe e kisha problem me bind vetën, sepse në moment që e merrsha në dorë dhe fillojsha me hap, e di që kisha me punu shumë, edhe si sha ndalë pastaj. Kështu që 3 vite e diskutu, marritëm me i kursy disa të holla, 2 bashk, edhe vendosëm krejt ato të holla me i fut. Ishim ata ndrojmë veturën, apo ta bëjmë një qendër si Innovation Academy. Okej, po e bëjmë një qendër si Innovation Academy, në fakt, Ensari kish pas vetë sa unë me fillu, edhe masnene ai vazhdoj prap punën ku ishte, për një periudhë, 1 vjeçare deri 1 vjet e gjys ashtu, edhe unë u angazhova me këtë forcat e mia dhe pse isha e angazhume me një kompani ku edhe punojsha, po pas punës mendojsha kështu me vazhdu, po qaq shumë e gjeta vetën në atë fushë, edhe u lidha emocionalisht me gjithë nxënësit që venin edhe kur e shisha shkollimin e tyre, edhe i disha hapat se si kom kalu gjitha vetë, filloj edhe thjesht u bë në pasion ajo punë dhe fillua me një numër të vogël të nxënësve dhe vazhdoj u rrit dita ditës ku u shëndru në diçka shumë të bukur. Pas 3 viteve diku e kaluam në një objekt shumë më të madh, me numër të nxënësve bukur të madh, me staf më shumë, ku fatmirësisht na u bashkuan shumë trije të reja të mrekullueshëm, edhe vazhduam me shfaqje dhe me një farforme me u mundu, me i eduku të rit, ka diçka që thjesht po shkon çdo ditë në zhvillim e tutje, si inteligjenca artificiale dhe teknologjia, që thjesht duhet të jemi në hap me këtë trend që po vazhdon në rritje për çdo ditë. Pse vendosët ta nisni këtë ide pikërisht në Vushtrri e jo në ndonjë qytet më të madh si Prishtina apo Prizreni? Në fakt këtë pyetje kemi pas edhe ka pas raste kur na kanë thonë shumë ideja shumë e mirë, po na pëlqen shumë, po nuk është për Vushtrri. E kjo na ka dhimbt shumë. Kështu që pikërisht pse kemi qenë prej atij qyteti, kemi thonë po bëjmë diçka se kemi pa që fokusi është vetëm në Prishtinë, ose vetëm në kryeqytete, edhe qytetet e tjera po i lojnë anash, edhe vetë prej faktit, prej rrugtimit tonë, se si kemi kalu sfidat,
ku kemi arrit edhe me sa shumë mund e kemi kalu krejt këtë pjesën e studimeve, orientimit në karrierë. Për shembull, unë i kisha student bashkëmoshëtar të mi që ishin super përgatitur në studime, kishin përfunduar trajnime, ishin të gatshëm, kishin njohuri. Në fakt, unë jam regjistruar në fakultetin e inxhinierisë kompjuterike për shkak pasionit që kam pas për shkencën, për matematikën, dhe ju që kam qenë njoftur ma herët lidhur me programimin ose me këtë pjesë. Prandaj edhe ka mungu shumë. Edhe prandaj kemi thonë, po pojmë diçka të bukur, ajo dashuria e madhe për vendlindjen që e kemi pas, edhe krejt kjo do më thonë ka rezultu që me arrit edhe me shpërndaq ato në dije, ku edhe me thonë drejtën, jemi befasu edhe vetë me se qëfar talent dhe qëfar nëzëns të mrekullueshëm ka Vështreja. Që unë menoj nuk jam veç në Vështre, po në shumë qytete të Kosovës, në shumë fshatra, të cilat edhe shumë nxënës që nuk kanë mundësi të paktën me ndjek një trajnim tillë, që çdo det mundona me potencu këto dhe mundona sa më shumë me shpërndaq që nxënësit mi përkra disa nxënës që nuk kanë mundësi të paktën me marrë pjesë ose me ndjek një rrugtim të tillë. Cilat janë grup moshat të cilat i ndjekin trajnimet në qendrën tuaj dhe prej cilës mosh e preferoni ju të sillen fëmijët nga prindrit? Mosha ideale ku në Amerikë fillohet për kodim edhe për mendim kritik, për zgjidhje të problemeve që e bëjmë ne në Innovation Academy është prej 5 vjeç. Mirë po të ne është ende herët edhe duket si absurd e thojnë prindrit qysh me angazhu fëmijë nga mosha 5 vjeçare përderisa ai fëmijë nuk din me lexu, nuk din me shkru. Mirë po ka mënyra të ndryshme ku mundesh me zhvillu edhe beso se jo habitër se çfarë inteligjencë, për shkak se mosha ku fëmijët më së shumti e kanë të zhvilluar kreativitetin është ajo moshë. Mosha 5, 4, 5, 6. Fëmijët janë shumë kreativë dhe është zbulu tashmë bile ku kesh në një konferencë të fundit edhe ishte një njeri shumë i rëndësishëm e tregoj me fakte që pastaj mosha e 16-17 po përmbyset ai kreativiteti komplet. Sot mas shumë të me rëndësi është me qenë një njeri kreativ një jetë për me mujtë me arrit krahas pjesës së programimit e krejt asaj që kemi zhvillim në teknologji. Nëse ti je kreativ kemi adalt prej çfarë do fushë që je të e zhvillu ose të e vazhdu, të punu. Kështu që do thotë unë nga ana ime, po e them që prej 5 vjetëve kisha propozu, po në Innovation Academy zakonisht kemi mosha prej 7 vjeç. 7, pastaj vazhdon mosha. Interesi më i madh është i moshave 12, 13, 14. Mosha ku nxënësit e arrin moshën 16, 17, 18 është një fazë pak më e vështirë, sepse kanë ndjekat rrugtimin e shkollimit që kemi pas, sepse ende nuk kemi që ndryshime drastike të mëdha në plan programet e shkollimeve që kemi pas edhe ne, edhe nuk e dinë ende atë rëndësinë e teknologjisë. Ndodh që kemi edhe grup mosha të tilla bukurshëm, mirë po ende nuk e din atë seriozitetin e zhvillimit të kësaj fushë dhe sa shumë mundën me pas ndikime. Ma tepër po kanë sukses, për shembull tani kemi qenë në KOS ICT me grup mosha 13-14 vjeç, fëmijët të cilët e kanë ndjek programin prej nivelit A, ku kanë qenë dikun 9 ose 10 vjet nëse nuk gaboj, edhe kur kanë dalë në skenë me prezentu edhe me tregu për projektet e tyre, për shembull ta tregoj një story për vajzat. I kam pas në grup 4 vajza dhe i thash vajza e keni kohë 10 ditë, ju përzgjedhim për konferencën e KOS ICT-s, zgjedhni një ide edhe realizoni një projekt, bënet bukur edhe desha që kemi punu me vite edhe ma ka marrë mendje që kanë me bo diçka të bukur. Kështu që njëna tha, okay, mua më pëlqen përkraj shumë femra, tjetra tha mu pëlqen inteligjenca artificiale, tjetra tha mu pëlqen teknologjia dhe kanë shku e kanë kriju një website Girls in Code dhe po ashtu kanë futi inteligjenca artificiale ku e kanë realizu një chatbot, Code Sister e kanë emërtu, edhe qëfar website të bukur, qëfar projektit bukur kanë realizu,
për atë stereotipin që është se vajzat nuk mund të programojnë. Ndërsa dhe ai komunikimi jon i vazhdueshëm që e kemi pas gjatë orëve mësimore, edhe mënyra se si janë rrit, edhe krejt ajo ka ndiku, ka ndalë në atë projekt, kam pas shumë sukses në kohë sa ICT edhe kanë arrit me fitu një çmim nga një njeri shumë i rëndësishëm, një njeri ngritur, CEO i Metan, që është kompani në Prishtinë, edhe ja u ka jap një shpërblim prej 1.000 eurove për idenë dhe realizimin, se faktikisht jam vetëm 13 edhe 14 vjeqe, edhe me pas asnjë mendësie për me realizu një projekt që ato fillun me zhvillu si startup, e realizu një Instagram page, vazhdu në tutje, Why Girls Can't Code, edhe dul diçka shumë e bukur. Pastaj edhe djemt, po ashtu edhe mosha atyre njëjtë për inteligjencë artificiale, ku studentët u afronin edhe thoshin ju e keni kriju krejt çto veta. Mënyra se si kishin realizu objektet me animacione, përdorimi, se cilën pjesë të kodit e kanë shkru vetë me dorë, ishte vërtet mbreslënse. Kjo do të thotë ka ndodhur krejt si rezultat i shkollimit të tyre, ku kanë fillu prej një moshe të vogël, e kanë vazhdu tutje. Dhe gjithmonë ajo ideja që mos t'ju humbaj kreativiteti, do me thonë le të mundohen, sepse ti këtë flet, këtë ju spjegon, ata janë kreativ vetë, ata do me thonë vetëm ne duhet me i përkra për me i zhvillu që ato idejt e tyre, edhe në përfundim pastaj ata lullëzojnë vetë, do të thotë se vetëm neve ata ka nevoj për këshillus, ka nevoj për mentor që i ndihmojnë, edhe asnjëherë nuk mendoj që kam ju mungu suksesi, për shkak se gjem vetëm pastaj gjatë shkollimit, gjatë rrugtimit. Prandaj këtë pjesën e teknologjisë dhe fushës shkollimit në kodim, unë e shoh komplet si shkollë, jo një trajnim i shkurt ose një diçka, sepse unë e di që koha është shumë e vlefshme, por e shoh që duhet filloj prej moshës shumë të hershme dhe duhet të zhvillohet gradualisht, por tu arktu, jo do me thonë ta bëjmë monoton ose ta bëjmë se nuk është kodimi diçka e lehtë që mësohet aty për aty, edhe nuk mundesh do me thonë ta thuash se okej, ky e din, ky mundet, ky s'mundet, dikush mundet me zhvillu atë pasion edhe me ju bo me kalimin e kohës, gjë që unë vetë personalisht nuk e kam pas idenë se çka kam me përfundu në studime e tjerë. Ideja është që vetëm t'i ndihmojmë t'rive, t'i orientojmë karrierë, të bëhen gatshëm, të bëhen zot që thjesht të dim pastaj kur të mbrin moshën 18 vjeçare se çka do të përfundojnë. Për shembull kemi raste historie suksesit të nxënësit të shkollës tonë, që tashmë është instruktor te ne. Ka fillu në moshën po i bie dikon 15 vjeçare, 14 vjeçare, ka mri moshën 18 vjeçare, tash është i punësuar, vetë ai ka 6 grupe ku e shpërndan atë dijen që e ka fitu, po njëkohësisht u punësu edhe me një kompani në Londër, ku punon outsourcing prej shtëpisë vete. Edhe do më thonë, me arrit moshën 18 vjeçare, ka regjistru edhe fakultetin, me arrit moshën 18 vjeçare, me arrit këto është ka mirë, edhe kjo ka qenë krejt ideja jonë, që Innovation Academy me vazhdu këtë rrugtim, me vazhdu me këta nxënës, me këta fryta që po rritën për çdo ditë dhe beso se jo po dalin shumë të mirë. Këtë kemi dëshmuar edhe në Barcelonë, ku kemi qenë në STEM Olympiad dhe kemi shku në fakt me 5 nxënës, jemi kthy me 6 medalje. Paramendo me marrë pjesë prej 32 vendeve të botës, vende të ndryshme, edhe aty me garu në mesin tërë atyre fëmijëve, edhe me u kthy me medalje. Ka qenë emocion i jashtëzakonshëm. Personalisht kur i shoh emocionet e nxënësve ose sukseset e tyre, kur i shoh emocionona shumë, ndonjëherë edhe çoj. Si e përkufizoni jo inovacionin në arsim dhe a është i nevojshëm për shkollat tona? Patjetër që po. Do me thonë, unë e mendoj që në të ardhmen e afërt ka me qenë edhe lëndë bazike, lënda e kodimit, sepse me lëndën e kodimit është vërtetu që ai nxënës që po mëson kodimin, po është i aftë edhe në lëndët e tjera, jo vetëm në lëndën teknologjike. Prandaj është
jashtëzakonisht shumë e nevojshme kjo pjesa e kodimit, edhe mendoj që në të ardhme shumë të afërt veç duhet të jetë pjesë e programit, qoftë si lanë zgjedhore apo edhe si lanë obligative. Cilat janë parimet që e udhëheqin çdo vendim tuajin brenda qendrës tuaj? Kam disa parime, ndoshta me thonë, mirë po mundohem shumë me qenë shoqërore, jo me qenë do me thonë në asnjë forme udhëheqëse, por udhëheqëse me qenë në atë formë që mos me qenë, në fakt po tregoj nashta atë idenë se si funksionon shkolla Innovation Academy është që teachers wants to teach and students love to learn. Do me thonë, të gjithë instruktorët të kënaqen duke punu me nxënësit, po edhe nxënësit kënaqen të ndjek ato mësime. Kjo është ai parimi jon, ajo ideja se qysh kemi qef me vazhdu ky rrugtim. Normalisht gjithmonë kemi ato rregullat për brenda shkollës se çka duhet me qenë, çka jo. Nuk më pëlqejnë mungesat ose nuk më pëlqejnë vonesat në orare ose etj, po që kjo është ajo kryesorja që kemi qef me pas një atmosferë të mirë, gjë që nxënësit e kanë ndje dhe ndjejnë vazhdimisht edhe pëlqejnë shumë me qenë Innovation Academy. Si e keni transferuar përdorimin e inteligjencës artificiale në qendër? Ne e përdorim inteligjencën artificiale çdo ditë. E kemi edhe në programin ku e përdorim, ku na ndihmon shumë dhe është e pa kuptim të mos me përdor sot inteligjencën artificiale. Duhet me përdor sepse kohën na redukton shumë, në vend se të na merr kohë bukur gjatë. Më së shumti e përdorim inteligjencën artificiale për të zgjedhur problemet ose për të zhvilluar, për të zgjedhur metodat se çka janë ato më kreative që t'ja u zhvillojmë inteligjencën fëmijëve, nxënësve, në përgjithësi trinjve, edhe po ashtu e përdorim edhe për brenda nxënësve ku i trajnojmë se i tregojmë se cili është prej aplikacione më të mira ku ti mundesh me marrë ndihmë. Çfarë ju motivon të mbani një përqindje të lartë të stafit femror dhe pse është e rëndësishme për ju që 40% e studentëve të jenë vajza? Është shumë e rëndësishme, sepse vetë fakti pse normal edhe unë jam vajzë dhe mundohem shumë me i përkra vajzat, sidomos ka pjesa e teknologjisë, për shkak se krejt e dim që vajzat e kanë fatin me qenë edhe nana në të ardhmen, edhe vështërsitë që i ka jeta prindërore etj, është mënyra më e mirë se mundesh me zgjedh këtë problem për shkak se nuk duhet asgjë tjetër, një laptop i thjeshtë, ulesh edhe nga shtëpia mundesh me vazhdu punën pa pikë probleme, ka ma mirë se kjo. Ne kemi pas fatin, në Innovation Academy kemi bashkëpunëtore, kemi udhëheqësën e departamentit të pjesës së fëmijëve, ku është qëndresa Beqiri, edhe është punëtore e jashtëzakonshme, që bashkarisht jemi në rritje, tutje, vetëm për shkak angazhimit saj, edhe ka tregu vullnet të madh për me bashkëpunu me Innovation Academy, edhe për të tregu se me pasion edhe ajo si e bën punën, po ashtu edhe me pas shembuj konkret se si vajza duhet më përkra. Është sfidë pak më e madhe se ende është ai kompleksi ose ajo ideja që femrat nuk munden me dalë në këtë profesion ose nuk janë të afta. Unë ende shoh në raste të ndryshme që mendojnë që nuk jemi të afta sa duhet për me vazhdu këtë punë. Mirë po unë e besoj shumë që në të ardhmen e afërt do t'jetë kjo barabartë. Kum taku shumë edhe udhëheqës të kompanive të ndryshme ndërkombëtare, kum kanë tregu që femrat kanë dalë shumë atë suksesshme në kodim, se sa e kemi Mira Muratin që po udhëheq botën me OpenAI, çka tjetër. Cilat janë bashkëpunime ndërkombëtare që ju kanë ndihmuar të zhvilloni më tej akademinë? Kana e pjesës mësimdhënies është diçka që e bëj me shumë pasion edhe nuk mundem me u largu asnjëherë. Kështu që prandaj edhe për shkak angazhimit që e kam personal, domethënë që mirem edhe me mësimdhënie,
të cilën e bëj me shumë dashuri, në anën tjetër punoj edhe ka pjesa e ndërkombëtarizimit. Gjithmonë e them se ka qenë një lloj zinxhiri që është realizuar, është një lloj historie e tillë kur merr pjesë me një konferencë, takosh me dikën, do të thonë është gjithçka about networking, se si arrin me bu një lidhje me njerëzit, kontakti me të tjerët, edhe kjo ka qenë historia e Innovation Academy. Kontakti me dikën tjetër, edhe kështu kemi arrit me kalu ku i kemi hap edhe pikën në Shqipëri, në Kavaj, ku kemi arrit me bashkëpunu me një ndërmarrës të jashtëzakonshëm siç është Genci, dhe kështu pastaj kemi vazhdu prej Kavajës, tashmë jemi të hap me 15 nëntor do ta hapim pikën e Gjirokastër, edhe aty jemi shumë e fat me taku njerëz ndërmarrës të mrekullueshëm, siç është zonja Merita, është prodekane në universitet. Kur flasim pastaj te pjesa e ndërkombëtarizimit, pikërisht prej lidhjeve dhe pjesëmarrjeve të ndryshme. Njëra ndër to ka qenë edhe Expo 2024, ku kemi qenë unë edhe Florina Berisha, 2 fituese. Kemi kalu në shumë sfida të ndryshme për me arrit me fitu në këtë program, ku kemi përfaqësu Kosovën në Estoni, në Tallinn, edhe aty kam arrit të krijoj një networking me shumë gra të zonja ndërmarrëse. Njëra ndër to ka qenë edhe Aishe nga Turkia, unë e njoh edhe gjuhën turke dhe kemi arrit me pas një bashkëbisedim shumë të mirë. Dhe takumi me Aishën në Doha në Web Summit në Katar, edhe përmes kontaktit, domethënë përmes asaj që thot Fatbardha provoje se Qatar Financial është një pjesë e Katarit zonë ku po e financon dhe po jep mundësi startupet për me hap kompaninë, dhe kështu kemi arrit, kemi apliku, edhe pastaj kemi kalu ato të gjitha fazat, kemi arrit me hap zyrën e programimit, 4 vite kemi, domethënë, ku e kemi hap Innovation Hub në Doha, ku po mundohemi të faktikisht të zhvillojmë, të marrim projekte, dhe pse jo mos t'i realizojmë me nxënësit, sepse tashmë nuk ka lidhje se ku ndodhesh gjeografikisht, domethënë gjithë nxënësit mundën me punu edhe nga shtëpitë e tyre, dhe atje po mundohemi të krijojmë asigurat lidhëse që të marrim projektet, pastaj të zhvillojmë me nxënësit tonë. Nga Shqipëria, nga Kosova, nga tërë vendet ku i kemi. Si ishte përvoja fundit juaja në Katar? Shumë e mirë. Në fakt, arsyeja pse më jep përshtypje kaq të mirë ka qenë sepse e kemi pas atë mendsinë se si ka me qenë ajo frika kur je e pjesës, domethënë anës andena, që mendon që je rrezikune ose nuk je shumë e sigurt ose diçka, ose kemi pas atë idenë, thjesht se kemi pas idenë se si zhvillohet bota atje ose si është. Që ka qenë mirësjellja njerëzve, njerëz qaq të sjellshëm, pastërti qaq e madhe, kishte domethënë njerëz të cilët ishin jashtëzakonisht shumë të pasur, por shumë të thjeshtë, shumë komunikues, edhe profesionalizmi i tyre e gjithçka tjetër, mënyra se si na kanë prit, sepse ne tashmë kemi zyrën në njërën nga qendrat më të mëdha në Katar, edhe kemi si open space ku ne mundemi me shku edhe me punu aty, dhe qaq të sjellshëm secili prej tyre, edhe me mundu me të ndihmu. Më kujtohet kur kemi shku për herën e parë për regjistrim të kompanisë, edhe në email na vjen emaila me pas një vule me vete, edhe unë e marrë ndërtoj një vule këto në Kosovë, domethënë qysh i kemi ne, kur shkoj aty më thonë jo, Fatbardha, ne do të me pas vulen e posaçme këto dhe dush me ndërtu këto. Edhe thash, wow, tash nuk pe di se qysh ka me shku, edhe mendja jam që ka me qenë diçka shumë shtrejt, sepse Doha, pjesa e Katarit, gjithmonë e kemi pas diçka në kokë që është e paarritshme dhe shumë e shtrejt. Kur shkojmë pastaj na japin kontaktin ku me shku, qaq me mirësjellje na presin, me çmim
shumë të lirë ku kryet ajo, sepse ne, kompania jonë tash atje funksionon në ambrellën e Katarit si startup, edhe nuk kemi me pagu as taksa as kurrë, kemi zyrën ku mundemi me punu, edhe kjo është domethënë logjika se si funksionon atje, se e kanë marrë për shkak të vetë faktit që teknologjia po shkon në rritje dhe dëshirojnë që dohen ta konvertojnë në diçka teknologjike komplet. Edhe kjo ka qenë domethënë eksperiencë e mrekullueshme, edhe me thënë drejtën t'japin mundësi të gjitha, ta japin mundësinë e banimit, nganjëherë nuk është që nuk shkon mendje me thonë, po shkoj po vazhdoj rrugtimin edhe po vazhdoj tutja atje, mirë po prap se prap kthesh edhe shet që ka një numër të madh fëmijëve të rive që kanë nevojë për shkollim tutje, edhe jetu e ndërtu një zinxhir, diçka të bukur që po ka sukses. Prap thu po vazhdojmë, pse jo, po marrim projekte atje dhe po mundohemi me sjellë, edhe pse viti i parë ka qenë sfidues për shkak të disa bombardimeve që kanë edhe situatës politike që u zhvillu atje, mirë po prap se prap kemi plane shumë të mira dhe besoj që do t'i realizojmë gradualisht edhe është mundësi e jashtëzakonshme. Sa ju ofrojnë mundësi bashkëpunimi institucionet e Kosovës apo dhe qendrat që ekzistojnë brenda Kosovës? Po kemi ne bukur shumë bashkëpunime me qendra të ndryshme të Kosovës, kemi domethënë Infinite Center ku ne bashkëpunojmë me atë kompani pasi që jemi në idenë e përbashkët të zgjedhjes talentëve të ndryshme me meritën nga Kosova Global Talent, e cila është po ashtu e jashtëzakonshme, dhe me atë kemi bashkëpunime të ndryshme që rrugtimi jonë është ajo që të nxjerrim më të mirët e Kosovës që i kemi, edhe ka pjesa e regionit që jemi ne Vushtrem Mitrovic, kemi bashkëpunime në këtë aspekt ku pastaj kemi edhe me kompani të ndryshme vendore tjera. Mirë është normalisht, por mendoj që mundet me qenë edhe më i mirë. Kuptohet, sepse gjithmonë është ajo ideja ime pse në mos të kemi një bashkëpunim më të madh me sektorin privat, më konkret, të marrim ato kërkesat direkte nga tregu i punës në përgjithësi çka është, na tregoj për shembull se cilat janë ato kërkesat çka janë më të mëdha dhe që ne të vazhdojmë pastaj të nxjerrim talentet edhe pse mos i shkollojmë në bunkaj drejtim, edhe pastaj ta bëjmë një lloj urrëlidhse me kompanitë, mirë po besoj që në të ardhmen edhe kjo do të vazhdojë edhe do të zhvillohet tutje. A ka mbështetje nga Ministria për fëmijët që nuk i kanë kushtet ekonomike për të ndjekur një trajnim të caktuar, për shembull në qendrën tuaj? Deri tani nuk është që kemi pas ndonjë ndihmës, gjë që unë shumë ndroj për shembull që nxënësit të cilat janë të shkëlqyeshëm në shkollë, besoj që e meritojnë një shkollim pa pagesë. Në mundësitë tona ne kemi nxënës që ja mundsojmë shkollimin, mirë po kishëm pas shumë dëshirë sikur ta kishëm pas një përkrahje të tillë. Fatmirësisht komuna e Vushtrisë në rrugtimin e nxënësve që marrin pjesë në gara ndërkombëtare ka shpreh bashkëpunim dhe është mundu t'ja bëj financimin e një pjese, pasi që këto gara janë të kushtueshme dhe ka arrit me i suportu disa nga nxënësit, mirë po mendoj që kjo duhet jetë edhe më e madhe. Cili është plani juaj në vazhdim dhe çfarë këshille keni për ata që duan ta ndjekin këtë fushë? Kemi plane shumë, jemi në punë të vazhdueshme, jemi në fazën e zgjerimit, tashmë veç jemi duke hap pikën në Gjirokastër, ku kemi arrit një rjetësim me njerëz profesional edhe njerëz të jashtëzakonshëm edhe nga Shqipëria, shumë profesional, dhe planet krahas kësaj na janë që kemi edhe një projekt të cilën e kemi marrë si mbështetje nga qeveria e Kosovës, ku do të jetë në implementim, të cilin nuk po e zbuloj, por është shumë interesante, po njëkohësisht tërkohën jemi duke punu ka pjesa e zgjerimit, pse jo të shpërndarjes programit që ka pas sukses në qytetin e Vushtrisë, ku kemi edhe shumë nxënës nga Mitrovica, mos zgjerohemi tutje edhe në për qytete tjera. Këshilla ime ndoshta për të gjithë të rinjtë dhe të rejat sot
pasi që është një lloj ndeshje në mes të asaj të zhvillimit të jashtëzakonshëm të inteligjencës artificiale për një brezi të caktuar, që nuk po flas për Kosovë, as për Shqipëri. Para 2 vite kishim një nxënës ka Franca, i cili ishte diku në 14-15 vjetë dhe me nxitës kur sepse kemi edhe shumë nxënës nga diaspora që i ndjekin mësimet tona, edhe me njerë pyes se si është puna atje, se si shkon shkollimi atje, deri ku jeni me teknologji, besoj se ju nuk është shumë e kënaqshme as ka kjo ana. Domethënë, këshilla ime kryesore është që mësoni, shfrytëzoni çdo minutë të kohës juve, sepse mënyra më e mirë për t'ia dalë sot është duke mësu, duke dasht me mbrit diçka, të kenë një ide, edhe pse fatmirësisht ka fillu një numër i madh i trive tashmë ta zhvillojnë këtë aftësi në mosha shumë të hershme dhe e kanë vetë besimin, nuk është sikur ne kur jemi shkollu, por unë prap ju them vazhdoni, mësoni, edukoni, sepse ajo çka e fitoni në dije nuk humbet asnjëherë. Fatbardha, faleminderit që ndove kohën dhe erën në narracion, ju urojmë shumë suksese në rrugën tuaj. Faleminderit juve për ftesën, ishte kënaqësi.